Asan se keni të folë Unë e kam rënën, po ne se që... Ma unë birendin me kërkesën e ti s'makishi. Prit ma toshi, folë zone Ajupi. Karën e mision. E, më nga truan sot për artë para. Po ndihem me ndërru, më falë. Para me ndajnë ishtë pra jam duke eshur, Mirëshë. Unë jam më i sulmuar se Albin Kurti në këtë mandat këtu. Albin Spari me mujtë të tonë e me vite Albin Kurti është sulmus. Ka pas non-stop kritikat vazhdushme, jo vetëm prej opozitës, por edhe prej analizëve gjithë atyne që i përcjellin, apo edhe ata që nuk i kanë përcjell në detaje zhvillimet politike, gjithmonë kemi thonë, Zoti Kurti duhet me reflektu, Zoti Kurti duhet me reflektu, Zoti Kurti duhet me reflektu. Edhe më në fund, natyrisht se nuk jem këtu me edhe ato kur e bën mirë me i thonë që e ka bo keq. Personalisht menoj që kursi i tij që po ndron është shumë pozitiv. Tash e ka me një mend ajo na nuk mundë me ditë, nuk mundë me vlerësu, por Spari e përgëzoi kushtrimin se unë s'dje s'kam qenë në emision. Edhe përgëzoi kushtrimin ka qenë me të vërtet intervistë jo e lehtë, edhe për kushtrimin për arsye se sado që Zoti Kurti është në detyrë, pa marrë parasysh 5 vite ka qenë me mandat të plot kryeministër, është kryeministër në detyrë, edhe me u bu një intervistë. Edhe kur e fton, nuk mund është ti, sikur ne kur e debatojmë, këtë nuk e ka thonë të vërtet, këtë nuk e ka thonë të vërtet, aja sfidoj në çdo mënyrë, edhe kështu që është për çdo lavdat. Zoti Kurti i boni disa deklarime, të cilat i kemi pritë që sa moti, që ai me reflektu, edhe po më vjen mirë që ka reflektu. Edhe ai e ka pa që qeverisja nuk shkon ashtu që shmendojnë ata me ndo bardhë dhe zi, ka edhe një pjesë të hirit në mes ku bojnë pjesë pothuajse të gjithë. Edhe po e shoh që po zgjedhjet janë shumë afër, ka me u desht me bo kompromise me partitë të cilat i ka oponent politik, edhe pse parashihet ose mendojmë s'pakti sipas analizave dhe ngjarjeve që po zhvillohen, disponimi është ende që ai do të jetë partia e parë, tash do të shohim se sa ka me ra, apo ka me qëndrua aty dhe sa ka me qenë lëvizja. Mirë, po kemi prit, një farë mënyre, nështë nuk e kërkojmë faljen komplet për opozitën se si i ka qujt, po s'pakti mendoj që është një hap për para. Ai duhet me reflektu, ai ka fillu me reflektu. E para është që po reflekton brenda, e tash duhet me fillu me reflektu edhe në rrafshin ndërkombëtar. Për arsye se gabimet e tina në rrafshin ndërkombëtar, kur gjës janë këto ofendimet që i kanë bo oponentëve politik apo opozitës, çka i ka bo, domethënë, mosmarrveshjet që i ka me aleatët tonë, prej të cilve në varet komplet siguria edhe interesi i shtetit. Mirë, do të kem një debat ka përshtypjen me një kandidate për deputetit, që ka për disa pretendime interesante. Facebookun e saj, koha për t'i dhënë fjalën, Gjevdet Smakiqit jo, po Elil Matoshit, po Matoshi. Panderit. Manë A veç më së martë. Që e na nga zari, e u kumbonja 4 dekada, ja 40 vjetë që ku punu nga zari, e themi që pyetjet keqe s'ka, ka veç përgjigjet këqija. Ma jaftaj që ba pyetje. Kemi pas shumë pyetjet mira, shumë përgjigjet këqija. Edhe nuk e kuptoj kur themi që Albin Kurti ka reflektu. Çka ka reflektu? Albin Kurtit nuk ja qiti goja asnjëherë me hanë më falni për se njërzore, është njerëz jemi të adresi. Është hapi i parë. Këtë gabojmë, falë.